4 të Kuvendit Komunal të Prishtinës dështoi. E gjitha nisi pasi shefja e grupit të asamblistëve të LDK-s Jeta Rafuna kërkoi që rendi i ditës të kthehet siç është dërguar herën e parë. Rafuna tha se ndryshimi i pikave të rendit të ditës në Komitetin për Politikë dhe Financa është i jashtëligjshëm. Ndryshimi i pikave të rendit të ditës në komitet është i jashtëligjshëm dhe si grup i asamblestëve të LDK-s kërkoj që rendi i ditës të kthehet ashtu siç na është dërguar herën e parë, kur është përpiluar në koordinim nga kryetari i komunës dhe kryesuesi. Kjo kundërshtua nga dy partitë më të mëdha opozitare, Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Ne nuk votojmë me ndryshu ky rend i ditës, ne nuk votojmë pika me shti në fillim të rendit ditës pika që kanë të bëjnë me prona, pika që kanë të bëjnë me plane urbanistike që janë të jashtëligjshme. E dini qëndrimin tonë tash e sa kohë, jemi këtu për t'i trajtuar dhe për t'i votuar, për t'i kaluar shumicën e këtyre pikave që i keni sjellë këtu. Nëse përkthejmë saktësisht se çka po kërkon shefja e grupit Lidhjes Demokratike të Kosovës, sigurisht në koordinim me përparim Romën, është kthimi i një rendi të ditës ku pikë e dytë e rendit ditës është hartimi i planit hollësishëm rregullues për Çagllavicën. Qëndrimet i dhanë edhe përfaqësues të partive tjera në Kuvendin Komunal. Ky rend ditës do mundru mu kthy vjetre edhe secili prej neve po propozojmë pika që kena me rëndësi që i mendojmë që i vlerësojmë na për qytetarin e Prishtinës. Edhe një herë të rezonojmë edhe të punojmë në interes të tarëve jo i natëve personale. Se ka ndodhur kjo 3 vite e gjys, më edhe 13 vite e gjys kur të kishë ndodhur. Kjo nuk e bën të lehtëshme. Edhe rregullore e Asamblesë Komunale të Prishtinës me pasqen është prapë shkelje ligjore e cila do të mund të shku. Më pas u vendos në votim propozimi i shefës së asamblistëve të LDK-s, i cili nuk kaloi e si shkas grupi asamblistëve të LDK-s lëshoi sallën bashkë me ekzekutivin. Ndërsa mbledhja u ndërprej në mungesë kvorumi. Kryetari Rama kishte njoftuar një ditë më parë se në këtë seancë do të kërkonte ndihmë emergjente financiare sipas tij për t'i mbrojtur punëtorët e kompanisë pastrimi. Pasi siç tha ai, keq menaxhimi i kompanisë rrezikon pagat e punëtorëve dhe mirëqenien e qytetarëve. Ndërkaq Rama si reagoi edhe kompania pastrimi, ku thuhet se sfidat financiare me të cilat përballet aktualisht ndërmarrja janë rezultat i mosbatimit të rregullores për menaxhimin e mbeturinave të miratuar nga Kuvendi Komunal i Prishtinës.